Arti djali jem ka këndu për herë të parë në skenë, me siguri Danit nuk I kujtot, në një aheng familjar disa të miqve, artisti I vogël ka qenë këngëtar, edhe më kujtot kër e ka ftu Dani, edhe po, kanë këndu, hala I kam fatot edhe ato inqizimet, edhe I rujmë shumë kështu me kënaqësi, se ajo ka qenë momenti kur arti veç ka vendosë më ndej me vazhdu, me këndu deri një moshë saktume. A kënon tash? Jo, tash jo. E di, po është diçka që ajo ka zgjellë. A për ditë te a ki menu ndonjëherë me qenë këngëtare? Jo, se nuk kam za të talentuar për këngëtare. Kuj me qenë për cjellë se... A e ki provu? E kom provu disa herë. E tash atë lavdona pak? Hajde, të ndihë. Me detë si s'të kom di une që shpoknon, se nëse të kisha ndi, sigurisht... Ma kisha e vlerësime. A për dita, vazhdo me knu se pas ke shumë talent. Ma mërmendja, se ti kështu je shumë e talentu me mbretnesht kena, po... S'ka kur gjo të keqe edhe nëse kishe knu. Ndoshta edhe provoj, si 10 vitin tjetër. Ishtë mi blet do kriptovaluta se për me knuq. Mos na dërgojat Dzuzi. Dzuzi shumë, jom të pas problemi me na gjuk, ju të regoj. Do me thonë, për atë arsye, ja është ofër meje, sepse Dzuzi I ka disa temat të cilat son të s'pëbësoj që është vendi mi diskutuar. Jo, absolutisht jo. Ka që ka s'diskutuat në televizor, deri sa është normale, po që ne jem të kalli shumë mirë shumë, dhe besa dhe mu më ka mungu. Tash më ka mungu, po ma këthen kujtesin para ndoshta 15 viteve, kur kom qenë aktiv në për televizione për festat vitit të ri. Dhe kështu që kogja interesant po më duket edhe po,